Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit Arbëria. Mirë se erdhët në emisionin e bërtë. Sonte kemi të ftuar kryetarin e ushtrisë, Ferit Idrizi, ku do të diskutojmë lidhur me qeverisjen 3 vjeçare, punë, prioritetet të cilat ka pasur në këtë qeverisje, po ashtu edhe sfidat që është përballur. Përshëndetje, kryetar, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jeni në vitin e 4 të qeverisjes, si do ta kishit përkufizuar këtë 3 vjeçar të qeverisjes suaj në komunën e Voshtrisë si njeriu i parë? Po ky 3 vjeçar ka qenë me shumë punë, me shumë angazhime, me shumë rezultate, po edhe me shumë sfida. Pra kemi pas edhe sfidat tona, domethënë kemi realizuar shumë projekte, janë realizuar projekte të mira, janë në realizim edhe një numër i madh i projekteve, por kemi pas para vete edhe disa sfida të cilat po na përcjellin. Si do ta përshkruani gjendjen aktuale të Voshtrisë në ditët e sotme? Po Voshtria ka pasur ndryshime relativisht të mira, domethënë është transformuar infrastruktura, janë duke u bërë shumë investime në qytetin e Voshtrisë, në fshatrat para, domethënë në infrastrukturën rrugore, në rrjetet e kanalizimeve, në ujësjellës. Qyteti i Voshtrisë po ashtu ka pasur ndryshime, është duke u finalizuar sheshi i qytetit me parkingun në toksor, tregu i Gjelbërt është zgjeruar, është rregulluar rruga Lumni Surdulli sipas standardeve, me trotuar, me shteg për bicikleta, me infrastrukturën toksore, po ashtu rruga Avni Saraqi, rruga Drenica po ashtu është zgjeruar me sipas të gjitha standardeve. Jemi duke punuar në rrugën Bekim Berisha, e cila i lidh Begajt me autostradën, është duke u ndërtuar një shkollë që po mendojmë të jetë shkollë model, dhe ndoshta në të ardhmen e afërt do të fillojmë edhe mësimin tërditor. Aty kemi investuar shumë në zhvillimin e kapaciteteve të rive, kemi ndarë shumë bursa për rinin nivelet bachelor dhe master. Jemi ndoshta komuna e vetme që kemi. Do të diskutojmë të gjitha me radhë, ndal nga dal edhe radhazi. Zakonisht në premtime, zakonisht para elektoratit thuan shumë gjëra, të cilat besohet që do të realizohen, që ne i themi premtime. Por kur fillojmë qeverisim në aspektin operativ, atëherë dalin edhe disa sfida, disa pengese. Sa keni arritur të realizoni premtimet që keni dhënë para se të vini kryetar komune? Me thonë të drejtën, na edhe si premtime kemi qenë shumë racional, sepse edhe programin elektoral e kumë bazu në buxhetin real, që ka qenë buxheti i komunës, edhe po mendoj që kemi dalë në premtime, sepse kështu na kanë nxjerrë edhe institucionet kredibile që kanë bërë matjen e premtimeve dhe e realizimeve. Jemi ndër komunat që qëndrojmë më së miri, domethënë realizimin e premtimeve, edhe përkundër që kemi pas sfida, domethënë se tash prej vitit 2022 deri tani në 2025, kur na jemi duke zhvilluar këtë intervistë, na kemi paguar 8.500.000 euro për kontratën kolektive, një kontratë që është nënshkruar në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, gjatë qeverisjes së ish-kryeministrit Ramush Haradinaj në njërin anë dhe sindikatës së arsimit në anën tjetër, e që nuk është përmbushur nga Ministria e Arsimit, kështu që këto mjete u janë marrë komunave, jo vetëm komunës së Voshtrisë, por gjitha komunave ju janë marrë përmes përmbaruesit. Cilat janë projektet, kapitalet të cilat keni realizuar në këtë 3 vjeçar? I përmenda më herët janë projekte kapitale që kanë transformuar, domethënë infrastrukturën e qytetit të Voshtrisë, ne po i përmendni edhe në Voshtri edhe në rrethim, domethënë është rruga Drenica që ka qenë një arterie shumë e ngushtë, është punuar sipas standardeve. Është rruga Pestov Druar, po ashtu ka qenë një arterie shumë e ngushtë që lidh komplet Artakullën me autostradën Prishtinë-Mitrovic, rruga Avni Saraqi, rruga Lumni Surdulli që është një arterie tjetër, domethënë që zbraz qytetin e Voshtrisë përmes Nadakovsit, rruga Bekim Berisha, tash janë në finalizim edhe rrugët Pandeli Sotiri, domethënë Shem në Albani,
Mandej jemi duke e finalizuar edhe projektin e sheshit e qytetit me parkingun në Toksor, që është finalizim, po ashtu tregu i qytetit për prodhuesit vendor, edhe një shkollë, në me thonë, në oborën e shkollës Mustafa Venhari. Gjithashtu jemi duke e finalizuar edhe furnizimin me ujë të pishëm për fshatrat e pjesës lindore të komunës e Voshtrisë, e po ashtu edhe për fshatrat e pjesës perëndimore. Cila është infrastruktura në komunën e Voshtrisë dhe so keni mundur të avanconi ato mbetje që kanë qenë të mëhershme dhe sa janë të kënaqur qytetarët lidhur me punën, jo vetëm në qytetin e Mitrovicës, por edhe në zonat e tjera, vendbanimet e tjera. Po janë këto projekte që i përmena, do me thonë, po vlerësojmë që qytetarët janë të kënaqur, po kënaqëmëria e qytetarëve tani që ata thonë fjalën e vet me votë, në zgjedhje, do me thonë të shohim zgjedhje sa do të jenë të kënaqur. Sa është avancuar, apo çka ka ndryshuar në qeverisjen e juaj 3 vjeçare deri më tani në sektorin e arsimit dhe të shëndetësisë? Çka është ndryshe për qytetarin Voshtrisë? Po është shumë më ndryshe, sidomos sektorit të arsimit i kemi jep prioritet shumë të madh. Investimit në arsim e përmenda do me thonë bursa studimi, kemi rrit numrin e bursave të studimit, brenda dhe jashtë vendit. Jemi komuna e parë që kemi nënshu marrëveshje me një universitet të Mbretërisë së Bashkuar, ku kemi çu studenta për studime nivel bachelor dhe master, me York University, do me thonë në profilet programim inteligjencë artificiale, psikologi klinike. Mandej kemi investuar për arsimin për përgatitjen për tregun e punës të personave të rritur, që janë mbi moshën 20 vjeçare, në 11 profile. Të gjitha i kanë, do me thonë, gratis nga komuna. Elektrosaldus, instaluesi ujit i ngrohjes qendrore, parukeri, grimer, fasader, kuzhinier, e tjerë, do me thonë janë 11 profile, të gjitha paguhen nga komuna në qendrën gjermane të trajnimeve, kemi marrëveshje me qendrën gjermane të trajnimeve, dhe po ashtu shkallësitë e buta tash në mësimin e gjuhës gjermane, gjuhës angleze, gjuhës frenge, që jemi në bashkë financim me Spix, do me thonë kompaninë zvistrane Spix, dhe se fundmi kemi filluar edhe programimin me këtë kompani që janë 2 module që zgjasin 6 muaj, ku janë duke u përgatitur në programim, në 5 profile të programimit, do me thonë të rritë dhe të rejat e Voshtrisë për tregun e punës. Mendoj që kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe në sajt kësaj hapet perspektiva edhe për tregun e punës. Partitë opozitore shpesh kanë adresuar kritika lidhur me vazhdimin e politizimit të shkollave. Ku qëndron e vërteta në këtë drejtim? Me thotë të drejtën nuk e kam dëgjuar këtë akuzë për komunën e Voshtrisë. Thani që nuk ka politizim në për shkolla? Nuk e kam dëgjuar. Se unë jam marrë pjesë në kuvend, do me thonë kemi qenë shumë transparent edhe nuk është adresu si kritikas nga partitë opozitare. Jenë bajtu edhe ato e thëni, apo se keni dëgju, apo s'ka? Po në momenti kur nuk e kemi dëgju, nuk ekziston diçka. Te sektori shëndetësisë, si qëndron? Po, do me thonë është qendra kryesore e mjekësisë familjare, qendrat e mjekësisë familjare edhe ambulantat shëndetësore në përfshatra, do me thonë është i përfshirë gjithë territori i komunës së Voshtrisë me shërbime primare shëndetësore, edhe vlerësoj se janë duke ofruar shërbime cilësore nga stafi mjekësor, po ashtu jemi ndoshta ndër komunat e pakta që na ofrojmë edhe shërbime mobile, tek shtëpijat për persona me aftësitë e kufizuara edhe për gratë lehona, pra kemi marrëveshje me Islamic Reliefin edhe janë stafi mobil shëndetësor ku janë mjekët dhe infermierët edhe shkojnë i ofrojnë këto shërbime nëpër shtëpia. Në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, Voshtria ka një trashëgimi në të cilën krenohen qytetarët e saj, po ashtu edhe jo si kujtar, sa keni bërë apo si qëndron gjendja në këtë? Po tash janë tri deg, do me thonë është kultura, rinia dhe sporti, në trijat kemi avancuar shumë.
Në fushën e kulturës, domethënë kemi avancuar edhe me festivale të ndryshme, është Vushtrria njihet edhe si vendi i poezisë. Vitin e kaluar, vitin që lam në realitet, është mbajtur edicioni i 44 i festivalit të poezisë. Domethënë festivali ndërkombëtar i poeteshave shqiptare, mandej kemi marrë në fushën e kulturës, kemi marrë 6 konferenca shkencore ndërkombëtare në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, ku kanë marrë pjesë akademik nga vende të ndryshme, domethënë që kanë trajtuar tema të ndryshme. Ato janë marrë në komunën e Voshtrisë, që është mendoj një risi për komunat. Mandej kemi marrë edhe festivalet e ndryshme, është edhe festivali i diasporës. Edhe kjo ka qenë një risi që organizohet në komunën e Voshtrisë për ndërtet e bashkëdhetarëve, pra mbahet në 2 pjesë, në muajin korrekt dhe në muajin gusht. Ka qenë një festival që vërtet është pëlqyer, ka pas aktivitete të ndryshme kulturore. Janë mbajtur edhe shumë koncerte, sepse Voshtria ka edhe ansamblin e qytetit që është ansambël profesionist i qytetit, domethënë i këngëve, valleve, baletit, është edhe teatri, domethënë teatri i qytetit, teatri Adem Ikullosi i qytetit, ku janë shfaqje teatrale, drama, filmat e metrazhit e shkurt e kështu me radhë. Pra është përcjell me shumë aktivitete, gjitha festat shtetërore edhe kombëtare i kemi përcjell edhe me aktivitete kulturore në një farë mënyrë. Pra qendra e kulturës Hasan Prishtina është një qendër shumë e frekuentueshme nga të rinjtë dhe të rejat, po ashtu kemi pas edhe ditën e librit, mos t'i përmeni shumë aktivitete. Sa i përket rinisë, na si komunë e Voshtrisë kemi ndërmjetësuar në një farë mënyrë të kompanitë dhe ato kanë marrë në sponsorim klubet e ndryshme të qytetit e Voshtrisë, duke filluar nga klubi i futbollit që mendojmë me shtinë e Super League si vjet. Edhe klubet e ndryshme, domethënë atë që e kam premtuar gjatë fushatës që do të hulumtojmë dhe do të bëjmë përpjekje që kompanitë e Voshtrisë atë 30% e tatimit fitim, domethënë ta derdhin tek sportet, dhe ajo ka ndodhur, po ashtu i kemi subvencionuar edhe nga buxheti i Voshtrisë, ka pas gara të ndryshme, domethënë në sport, siç janë turneu tradicional jeton Terstena Tota që organizohet. Sa po mundin e timbulanin të gjitha këto aktivitetet në kuadër të kulturës rinisë? Po e përmenda që këto ligje, domethënë është një përparësi që Kosova ka ligjin më të mirë në region. Këtë ligje ka vetëm Kroacia, nuk e kanë vende tjera të regionit, domethënë as Shqipëria, as Maqedonia, as Malizi, sepse lejohet 30% i tatimit fitim me udhën për aktivitete sportive, për klubet sportit dhe atove që kanë bërë kompanitë voshtriase. Zoti Idrizi, realisht ju jeni të zgjedhurit të popullit, po ashtu edhe institucionet qendrore janë të zgjedhura të popullit. Realisht me ligj e keni obligative që të bashkëpunoni mes vete. Cili është bashkëpunimi nivelit qendror, në këtë rast komunës së Voshtrisë, dhe dikastera përkatëse në qeveri, apo cili ka qenë realisht, sepse tani kemi ndryshim qeverisë ose vazhdim të asaj qeverisë, por prej fillimit na kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me institucionet qendrore, me dikasteret, me ministritë të ndryshme, me Ministrinë e Kulturës, me Ministrinë e Administrimit për Shtetit Lokal, me Ministrinë për Zhvillim Rajonal, me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Ambientit. Domethënë me çdo ministri që kemi pas punë dhe aktivitete më shumë, kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, kemi pas bashkëfinancim të disa projekteve, pra tamam është përcjellja fryma institucionale në mes të nivelit lokal dhe nivelit qendror. Cilat projekte janë kryer bashkërisht, si pushtet lokal dhe si pushtet qendror? Ka shumë projekte, domethënë infrastrukturore që i kemi kryer në bashkëfinancim me Ministritë e Linjës, domethënë me Ministrinë e Infrastrukturës, kemi realizuar si projekte të bashkëfinancuar, domethënë rruga Drenica, rrugën tash Dumnicë, që i përfshin 3 Dumnicat prej magjistrales deri në Dumnicë, ka gjatësinë 10 kilometra e 600 metra, rrugën Akrashtic Balencë është një rrugë për bashkëfinancim, një pjesë e pastrimit të lumit Silnica ka ndodhur me bashkëfinancim me këto ministri shtetitore për gjatë lumit Silnica,
një park multifunksional, do me thonë që është e ura e gurit, po ashtu me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, e disa projekte kështu që kemi pas bukur do projekte bashkëfinancime me Ministritë e Pushtetit Qendror. Çfarë keni bërë ju ndryshe nga kolegët e juaj, të cilët i kemi pasur në studio, edhe kanë pasur ankesa të shumta karshi qeverisë, edhe dikasterëve të ndryshme në nivelin qendror për mos financim të projekteve, cili ka qenë cilësi juaj, që e keni gjetë kështë bashkëpunim? Na kemi pas bashkëpunim, jemi nisë prej një parimi sepse shteti është si organizmi, ndërka që institucionet janë si organet. Në qoftë se të gjitha organet funksionojnë mirë dhe janë të shëndosh, edhe organizmi është i shëndosh. Pra në qoftë se komunat funksionojnë dhe bashkëpunojnë me institucionet qendrore dhe anasjeltas, atëherë shteti funksionon mirë, kështu që na nuk i kemi pas as të lashë sa i përket aty në dallimeve, do me thonë që mund të kemi pas të tjerë dallime politike, po kemi lyp vijen institucionale të funksionimit të institucioneve tona dhe e tham publikisht se na kemi koresponduar shumë mirë dhe do të korespondojmë me çdo qeveri që është zgjedhur nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Si sfidë në këto 3 vite, çfarë keni parë? Çfarë keni pasur, çfarë keni hasur? Sfida kryesore e përmenda është, do me thonë, kontrata kolektive që ka derivuar nga një marrëveshje e Ministrisë së Arsimit dhe Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, dhe ato mjete nuk i ka pagu Ministria e Arsimit, por përmes proceseve, procedurave gjyqësore e kanë fitu të drejtën mësimdhënësit me marrë nga komuna dhe në këtë rast nga viti 2022 deri në vitin 2025 ne kemi pagu 8.500.000 euro. Kur e bëjmë një llogari thjesht dhe një krahasim, marr parasysh që buxhetin për vitin 2025 për investime kapitale kemi pas 5.032.000 euro, por afërsisht i bie që na kemi operuar për 4 vite me buxhetin e 2 viteve e gjysmë. Do me thonë, 1 vit e gjysmë buxhet të investimeve kapitale e ka marrë përmbaruesi për me përmbush kontratën kolektive që është nënshtruar në mes të Ministrisë së Arsimit që faktikisht këtë shumë është dashur me pagu Ministria e Arsimit, jo komuna. Si rrjedhi që të shkojnë këto mjete deri te përmbaruesi? Pse nuk u ekzekutuan qysh në fillim? Që puna që mos të paguhet edhe përmbaruesi, edhe gjykatat, edhe avokatët, edhe shumë gjërat e tjera që shkojnë shumë më në këtë shifër. Këtu e mbo 2 gabime. Gabimi i parë është bërë që nuk e ka përmbush këtë kontratë Ministria e Arsimit, u dash me përmbush, pra me qitë buxhet shtesë përmes Ministrisë së Financave, me përmbush. Dhe gabimi i dytë është bërë që kjo kontratë është lënë për 3 vite, mas 3 viteve në anshëm e ka shkput Ministria e Arsimit. Brenda 3 viteve ka ndodhur procedurat gjyqësore. Dhe tash në këtë rast, kur analizohet kush janë humbësit dhe kush fituesit, në del që humbës në këtë rast janë mësimdhënësit, sepse ata u dashnë me pagu avokatet, përmbaruesit. Humbës janë edhe komunat, sepse u dashnë me pagu për investimeve kapitale dhe tash e keqja është që neve raporti auditorit në del i kualifikuar, do me thonë jo i mirë, për shkak se janë pagu për kategorive të investimeve kapitale. Fitues janë avokatet. Tu fitues dalin vetëm avokatet sepse ata kanë përfituar shumë të mëdha të parave, me sa diune, dikun 10% e kësaj shumë e kanë marrë avokat. Kjo është ky fitim, ta themi, i avokatëve ka ardhur edhe falë komunave, falë udhëtësive të komunave për faktin që kanë përshtyr, i kanë në procese gjyqësore, se nëse nuk do të kishin hyrë në procese gjyqësore, avokatët nuk do të kishin fituar, do të kishin fituar mësimdhënësit, edhe shumë një pjesë e konsiderueshme do të mbetej komunës. Ja. Sepse ankesat i kanë bërë komunat. Ja. Vedim se. Sepse ti nuk i kod buxhetor me paguar. Na kemi pas vullnet, madje na si komunë kemi shku përmes ndërmjetësuesit. Kjo ka qenë më lehta për me shpëtuar edhe një 2 milion komunës. Se ata kanë fituar të drejtën dhe na nuk kemi pas të drejtë tash me nxjerr vendim se nuk e pas kod për këto mjete, nuk kanë qenë derdhura dhe vetmja mënyrë ka qenë ata me marrë në një farë mënyrë dhon shumë, por me pajtueshmëri. Çka do të thotë kjo? Pajtueshmëria jonë ka qenë që mos me u ankun shkallën e dytë. Dhe që ato shpenzimet shkallës dytë, do me thonë na i kemi kursy si komuna, që për llogaritjet tona kanë dalë 2 milion euro. 2 milion euro prej qësaj shumë, se ka komuna që i kanë paguar dhe ka 10 milion euro. Por, edhe po të kishin dashur komunat
me kryqit pagesë, pa shpenzime gjyqësore, pa avokat, nuk kanë të drejtë juridike, sepse ti nuk ke mjetet e zotuara për këtë borxh. Nuk ke kahimer, ti u dash me marrë për investimeve kapitale, për investimeve mundet me ti marrë gjykata si borxh. Pra, këtu gabimi nuk është të komunat, këtu faj është të Ministria e Arsimit është dasht me e përmbush kontratën që e kanë nënshkrue, pa marrë parasysh që këtë kontratë e kanë nënshkrue një ministeri ma hershëm, pushteti shkon bashkë me përgjegjësi. Nuk mundum tash na me marrë veç pushtetin e me thonë kanë nënshkruar tjetër kur si laj borxhet. Pushteti shkon me borxhe me kret. Edhe unë kum gjet borxhe prej paraorsit tim, i kum pagu. Ndoshta dhonë nesër i lop borxhe dikujt, do të më i pagu. Sa ajo shkon pako, nuk mundesh me nda me thonë ma e pushtetin, mu pu borxhet laj ti. Zotëri Idrisi, cili ka qenë koordinimi, puna me kuvendin komunal, sekretari i komunës, si organ ekzekutiv, me këtë pjesën tjetër legislative? Na kemi pas një koordinim jashtëzakonisht mirë, do me thonë në kuadër të asamblesë komunale, kuvendit komunal, antarët e kuvendit kanë tregu një përkushtim, një pjekuri, kanë përfaqësu dënjësisht qytetarët e Voshtrisë, kanë kritiku kur është dasht me kritikue, nuk ka pas sabotime, nuk ka pas bojkotim, do me thonë nga grupet parlamentare të partive që nuk janë në qeveri, që në themi parti opozitare, pra ka pas një funksionim konstruktiv, të balancuar, dhe me thonë ashtu që është edhe i takon kulturës politike në mes të ekzekutivit legislativit. Normalisht që ka pas edhe vende për kritika, se nuk kemi qenë edhe na perfekt në çdo aspekt, por i kemi kuptu se kritikat kanë qenë të drejta dhe ashtu kemi funksionu. Si ka qenë transparenca në komunën, apo si është, ta themi, si është transparenca në komunën e Voshtrisë? So keni qenë transparent, lidhur me projekte, lidhur me ndarjen buxhetore, lidhur me punët e cilat i keni kryer dhe i keni realizuar. Po këtu jemi rëndit në komunat e para, do me thonë të indeksit të transparencës, do me thonë dikun përmi 99%. Flasin, do me thonë, këto dhonat që janë prej institucioneve, prej mekanizmave që merren me hulumtimin e transparencës, do me thonë komuna ju ka dalë shkelqyshëm këtë drejtim. Që është një tregues i qartë që na kemi qenë transparent çdo herë edhe jemi, edhe me mediat, edhe me shoqërinë civile, edhe me grupet e interesit, edhe me institucionet qendrore kështu. Si ka qenë bashkëpunimi me qytetarë? Sa keni mundur të jeni afër qytetarëve, së paku të trajtohen nevojat e tyre që kanë pasur lidhur me përditësinë, me jetën, me kërkesat që kanë pasur, që janë kërkesat të ndryshme të qytetarëve, si nga nevojtarë të ndryshme, po ashtu edhe në forma të ndryshme që kanë interesa të ndryshme biznesore e të tjera. Bashkëpunimin e qytetarëve kemi të shkëlqyshëm, prej që kom marrë mandatin unë kom pas komunikimin shumë të afërt me qytetarë, pavarësisht asaj ako mujt me kry punë, as ko mujt me kry punë, unë kam qenë shumë i hapur, kam vetëm një numër telefonit dhe këtë numër telefonit e kanë çdo qytetar që ka pas dëshirë me pas, edhe ka mujt me më kontaktu, çdo qytetar që ka dashur me më kontaktu, ju kthej përgjigje edhe përmes mesazhave, edhe përmes rrjeteve tjera sociale, po edhe i pres në zyrën time, do me thonë, prej që kam marrë mandatin e ku prit qytetar çdo herë. Çdo ditë pres qytetar, edhe pse të premten e kam ditën për qytetar, pra shumë qytetar vinë me agjende, pa agjende, po çdo herë kur jam ato në zyre, i pres qytetarët edhe nuk do të thotë që të gjithëve muna me ju kry punë, qytetarëve, po të paktën me secilin komunikoj afër, kështu që mendoj që edhe në këtë drejtim e kemi kalu provimin të qytetarët. Në kohët e fundit, Voshtria ke epicentër e lajmeve të rëndicë. Si i keni përjetuar dhe si i keni kaluar, përballuar këto vrasje që kanë ndodhur në kohën e fundit, që me të vërtetë kanë qenë të rënda, jo vetëm për Voshtrinë, po për tërë Kosovën. Fatkeqësisht, i patëm ato ngjarje që nuk i shkojnë shumë për fytyra as qytetit e Voshtrisë, as qytetarëve të Voshtrisë, po ja që ndodhen në ato rëndete neve si qeveri komunale, mu si kryetar, opinionin publik, opinionin e gjerë të Kosovës. Kam qenë afër këtyre familjeve që kanë humbur të afërmit të tyre, do me thonë, në kretë këtë periudhë kam qenë shumë afër tyre, kemi nda dhimbjen dhe shqetësimin me ta.
dhe jemi munduar me ata mekanizmat tonë që i kemi, do me thonë, për të trajtu këto çështje me kështu s'ka mundu me bë, por mendoj që gjeneza e këtyre është edukimi, duhet t'i ktheu me investimin në edukim, në femirinë e hershme, sepse femiria e hershme është baza e edukimit që orienton formësimin e personalitetit të njeriut, dhe këto që ndodhen dhe këtu mosa që i marrën pasi të ndodhen rastet, këto janë më marrë me pasoja, jo me preventiven. Preventiva është, do me thonë, që komplet shoqëria të merremi, dhe unë du me përcjell një mesazh përmes mediumit juve, se këtyre të këqijave po shprehna shumë lirë, shumë jo si politikan, po si një qytetar, si një intelektual, po i ndihmojnë shumë edhe rrjetet sociale. Mediumet të ndryshme, po flitet shumë keq, po nxitet shumë urrëtie, dhe gjitha ato akumulohen të tërë. Unë mendoj që nëse tërë kjo shoqëri intelektuale, akademike, gazetare të flasje mirë, edhe është për mu frigu, atë do t'ja dalë me i ofrua brezin e ri me eduku që duhet. Mjafton me hyje në rrjetet sociale, me lexu komente, me bën një analizë të shkurt, me nxjerr një përqindje, sa përqind të atyre komenteve janë pozitive, sa negative, dhe është një treguesi më të shumë apo i ndihmojmë edukimit, apo i ndihmojmë nxitjes së urrëties. Zoti Idrizi, sa po mundi të përcjellni zhvillimet në nivel qendror, sa e dëmton apo e lehtëson kjo ngërç që po duket që po him në një ngërç politik në nivelin qendror, edhe si po shihni këto zhvillimet e fundit. Me thonë të drejtën, aq shumë kam qenë i angazhuar, do me thonë në nivelin lokal me shumë halle të qytetarëve, me shumë projekte, nuk i kom përcjell shumë, me lënë punën time tash më marr me ato, po kam informata të bollshme për me pas një pasqyrë të qartë të zhvillimeve qendrore. Na duhet ta kuptojmë njëherë për gjithmonë se në këtë sistem politik çfarë e kemi ndërtuar në Kosovë, është e pamundur si në parti me pas shumicën absolute për me ndërtu vetë qeverinë, ka nevojë për bashkëpunim, ka nevojë për koalicione, por mendoj që nuk ka nevojë Kosova për ngërç politik, sepse ndërtohet një kulturë jo e mirë politike, kjo pa të fillue këso fare, ngjaj shumë, po mduket kur ka qenë Vlani, kur i pa të fitu PDK-ja, nuk e di kur ka qenë viti, po mduket 2014, nëse nuk gabohem, dhe ka pas tendenca me u bashku partitë kështu minoritare me numër të vogël të votave të deputetëve, për me marrë pushtetin partisë që ka fitu mas shumti, ngjashëm po përsëritet edhe kjo. Unë mendoj që do të me gjetë rrugëzgjidhje sa më shpejt me u themelue institucionet e qeverisë, me funksionu qeveria, me funksionu shteti. Në momentin që krijohen institucionet me njëherë kalën topi, të themi në pushtetin lokal, sepse është vetë zgjedhor. Ato të kemi kandidatorë të rej, të Fredi Idrizit për të parën e vështrisë. Me thonë të drejtën, deri tash unë kam qenë i përkushtuar me i krye obligimet që i kam marrë për 4 vite, dhe me marrjen e mandatit kam filluar edhe me krye obligime, le ta vlerësojnë qytetarët e vështrisë deri ku kam shku. Qofse ka disponim prej qytetarëve, prej shumicës e kam fjalen, prej shumicës, për 4 vite, nëse kemi punu mirë, nëse kemi qenë korrekt ndaj qytetarëve, nëse kemi përmbush kërkesat e tyre, nëse kemi përmbush premtimet që i kemi dhënë, atëherë unë mund ta ndaj mendjen me u rikandidua. Në të kundërtën, jemi shumë rahat edhe pa pozitën e kryetarit, edhe si qytetari thjesht, pra ka edhe të tjerë që mundën me kry këtë detyrë. Nuk është diçka që unë do mos do, i tham vetit që do të me qenë garë dhe me qenë ato. Çdo gjë është relative. Ajo që ka qenë synimi imi ka qenë që shtojmë popullor që me dalë me faqe të bardhë, do me thonë deri në fund të mandatit, me qenë afër qytetarëve, me ofru shumë, mos me bë dallime partijake, me ullë këtë frymë të tensionuar partijake politike të pa nevojshme që kemi, thamë në një farë mënyrë, kemi infektuar dhe familje, do me thonë, merret me politikë, fëmija, burri, gruaja, nona, baba, secili, do me thonë,
edhe këta jam mundu që me amortizu shumë edhe paka shumë me i profilu kush me çka me marë. Faleminderit që ishe pjesë e televizionit Lavria. Faleminderit edhe juve për ftesën, suksese. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.